Veshën drejtë, thot Gjesti, dhe ky fragment nga kënga re ka pushtuar rrjetet sociale këto ditët e fundit dhe është mësuar se ku do dali kënga e plot. Me 29 maj do dali kënga e parë e Gjestit, Veshën drejtë. Kjo do t'jetë një rikthim i Gjestit pas shumë muaj pa publikuar një këngë për të gjithë audiencën e vjetër edhe për të gjithë audiencën e re që ka krijuar me rrugtimin e tij si në Big Brotherin e Kosovës dhe finalizimin me fitoren në Big Brotherin e Shqipërisë. Ka qëndruar në heshtje ku doli nga Big Brother Albania VIP 4, por kjo heshtje tashmë është thyer pasi edhe në koncertet Gjestin e shikojmë duke shkaktuar sekuenca materiale që diskutohen më pas nëpër panele ku flitet për Big Brother dhe për showbizin. Një fragment që është komentuar më së shumti është kur Gjesti shprehet që jam i martuar, çka do bëj Egli tashmë. Me sa duket mund të jetë një thumb për Xhenetën e cila nuk rref së foluri apo së përmenduri apo dhën komentet e saj për situatat me të cilet ndodhet Gjesti edhe ku nuk ka lajm, ajo sërish gjen diçka dhe thot për të. Padyshim që është një emër që kërkohet në media, kërkohet nga audienca që të kemi një lloj qasje apo një lloj mendimi të Xhenetës për situatat e fundit, por ka ardhur një moment që edhe Gjesti të hedhë ato kunjat apo edhe të ketë ai dhe reagimet e tija. Ajo që po qëndron ose shumti në heshtje është Egli. Ajo po punon dhe po hesht. Është koputur shumë nga rrjetet sociale që nga dalja nga Big Brother ka një heshtje thua zgjedhore dhe Egli po punon me Fifin për të sjellë edhe ajo një bashkëpunim i cili po pritet me interes nga fancat dhe nga ndjekësit e saj. Ku jeni sti mund të jetë ndoshta titulli i bashkëpunimit midis Eglit dhe Fifit, por kjo mbetet për të parë në ditët në vijim, kur do të zbulohen më tej detaje edhe nga vetë Egli. Një tjetër moment fani që ka ndodhur gjatë koncerteve të Gjestit në Europë është edhe një moment kur një nga personat që është aty, mund të jetë një adhurues i tij pa diskutim, i dhuron një kartë krediti, kjo duke treguar edhe një herë që përpos çmimit të madh, Gjesti ka fituar të gjithë simpatinë e publikut dhe kudo që ai tani po mban koncerte, salla mbushet plot. Kjo duke treguar edhe një herë tjetër të gjithë energjinë e mirë që ai përçon, sikurse edhe kënga e re Veshën drejtë, e cila është tepër argëtuese, edhe pse brenda saj ka pasazhe apo ka dhe mesazhe ndoshta në lidhje dhe me raportin e tij me Eglin, pasi ka shumë dedikime apo dhe pjesë ku flitet për një lidhje, për një shkputje të dua së të dua, por të plot do ta dëgjojmë me datën 29 maj kur do të publikohet në platformën YouTube edhe ky material i parë nga Gjesti, i cili nuk do të jetë i vetëm pasi po përflitet që po punon një album me disa këngë dhe kjo do të jetë një dhuratë për të gjithë ata që e kanë mbështetur në Big Brother për të shijuar muzikën e mirë që i bëhet Gjestit. Sa kaq ditëlindja e bujshme e Loredanës ku unë edhe isha pjesë e ku një video ime bëri xhiron dhe po ushqen të gjitha emisionet, vijon që të komentohet. Ajo që nuk kuptoj është se si tentohet për të ulur dikë dhe për të ngritur dikë tjetër. Fjalën e kam për Eglin që ende vijohet të thuhet që iku nga festa sepse aty ishte Xheneta dhe kjo nuk është e vërtetë, por kaq do të them. Nëse unë do doja të flisja më shumë për atë festë të bujshme, do të tregoja edhe për një takim që askush nuk e priste dhe askush nuk imagjinon se me kë dhe si ka ndodhur, por do ta mbaj sekret dhe nuk do ta ndaj dhe këtë herë nuk do të flas troç. Por është një takim që askush nuk e pret me disë dy personazheve që kanë pasur një rrugtim jo të mirë në Big Brother Kosova VIP 3. Tregova që Egli do të vijë një bashkëpunim me Fifin me një titull këngë Ku jeni sti, por nga ana tjetër edhe Egli nuk ka qëndruar shumë pasive këto ditët e fundit, pasi mbrëm ajo ka hedhur një foto në Insta Story ku në dorën e saj mban një hurdhër, ndoshta për të treguar që mos ta marrin sysh për të gjithë këtë jetesë që ajo po bën tani pas Big Brotherit në raport si me Gjestin apo dhe në raport me këngën që ai do të sjellë. Ndoshta ky është një thumb për Xhenetën, e cila ka deklaruar që këta të dy janë të martuar dhe i ka uruar suksese, por edhe nuk e ka komentuar shumë Eglin duke e injoruar në një formë apo një tjetrën, edhe Egli mund të jetë përgjigjur në këtë formë duke vendosur hurdhër në dorën e saj për të treguar mos ta marrim sysh. Temperaturat janë nxehur dhe personazhet e Big Brother po luftojnë për të kapur audiencën
dhe bëjnë çmos për të qenë në krye të fjalës apo në qendër të vëmendjes, se çfarë do të ndodhë më tej, kjo mbetet për tu parë.